Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun Zotin e gjithësisë dhe salavatet mbi Muhammedin alayhis salam në këtë ditë xumaj të datës 3 tetor 2025 apo 11 Rebiul Akhir 1447 Hijri. Vëllezër dhe motra, tregon një baba dhe thot: kur kisha vetëm një djalë dhe angazhimet e mia nuk ishin të shumta, kështu që kisha kohë të mjaftueshme të merresha me djalin, të cilin e nxirrja në shetije dhe përkujdesesha shumë për te. Kur më lindi vajza, përveç angazhimeve të shtëpia, edhe ato të punës më shtuhen, kështu që nuk isha kohë sa duhet për vajzën. Kur i mbushi 4 vjeç, vajza e ndjente se vëllau i saj ishte më i preferuar tek unë. Një ditë, gruaja insistoi që ta marrë vajzën dhe ta nxjerrë në shetije, pasi ndihet inferiore dhe e braktisur. Por unë ja ktheva: ti je burimi dhe mshurisë dhe i dashurisë. Ti duhet të kujdesesh më shumë për fëmijët se je nën. Mirë po, duke parë se gruaja nuk ishte ndërmend të ndalej, e morra vajzën dhe shkuam në një restoran. Duke ngrënë ëmbëlsirën, i hodha një shikim vajzës dhe ndjeva se më pushtoi një ndjenje çuditshme. I thash: unë të kam shpirt, o bija ime. Desha të vazhdoj ta ha ëmbëlsirën, por ajo më kapi për dorë dhe më tha: përsëri bab, përsëri. Në atë çast mbeta i mpir dhe nuk ditesh të bëj. Ajo po kërkonte që unë t'i shpreh përsëri dashurinë time. Në atë moment, ajo më duk shumë e madhe, kurse unë shumë i vogël. E shikoja atë si mësuesen time, kurse unë sikur të isha në xhënën si i saj. Ajo kuptonte gjithçka, e unë asgjë. Nuk ngurova dhe i thash përsëri: unë të dua shumë, o bija ime, dhe pa ty nuk më zë vendi. Këto ishin fjalët e një vajze 4 vjeçare. O prindi respektuar, mbaje mend, një vajzë 15 vjeçare nuk do të thoj përsëri o bab përsëri. Ajo ka për të befasuar me mos prezencën e saj në shtëpi dhe zhduket për të mos e parë ti më kurr. Shumë prindër në raste të tilla justifikohen me fjalët: nuk kisha kohë ti qëndroj pranë. Tash është vonë. Vëlla dhe motër, pasi që je martuar dhe ke shumë dëshirë që të bëhesh prind, të kesh parasysh se vetëm fëmiu i rritur me edukatën e besimit do të jetë pasuria jote më e çmuar, nga e cila ke për të përfituar në të dy botrat. E kundërta, vallahi ke për të vuajtur në të dyja botrat. Sakrifikoni kohë për fëmijët tuaj në përgjithësi, e sidomos për vajzat në veçanti. Kush edukon një djalë, edukon një familje. Kush edukon një vajzë, edukon një shoqëri të tërë. Se thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: kush ka 2 vajza dhe sillet mirë me to derisa ato të rriten, unë dhe ai do të jemi në xhenet si këta dy, dhe i bashkoi këto 2 gishta. Këtë hadith e shënon Imam Muslimi. Mu këtu është defekti më i madh i shoqërisë sonë sot. Fëmijët e pa edukuar me besim, por rriten pa një ndjenjë të fortë për hizmetin që duhen ta kenë edhe t'i bëjnë prindërve. E pastaj defektet tjera janë si hallkat e zinxhirit që shkojnë njëra pas tjetrës. Andaj, merrni fëmijët në xhami, le të ambientohen në ambientet e xhamiave dhe dërgoni ata në mësim besim, ashtu që të ndani procesin e edukimit të tyre së bashku me mualimin apo me hoxhën. Vëllezër dhe motra, Allahu na begatoft me fëmijë të hajrit dhe na mundsoft i lëmë atyne trashëgimin më të çmuar. E ajo është edukata islame. Shfrytëzoj rastin në këtë ditë xumaje, përveç kësaj këshille të dobishme, ju përshëndes gjithëve nga kjo xhami e bukur, e cila gjendet në Mexhelisin e Bashkisë Islame Bosanska Krupa, në krajinë të Bosnës dhe Hercegovinës, xhamia e fshatit Jezerski Diellovi. Deri në perlën e xumas së radhës, Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.